Në korrik të këtij viti, përmes ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, u paguan 16,5 milion euro konsorciumit Bechtel dhe Enka, kontraktori pjesëve të autostradës në korridoret 8 dhe 10D, Tetov-Gostivar, Gostivar-Bujkoçan dhe Prilep-Manastir. Sipas raportit nga mbikëqyrja e progresit të punëve, në korrik, kontraktori vazhdoi të kryente punime kryesisht për çështje hetimore gjeoteknike, projektim dhe specifikime të autostradës, projektim shpronësimi, aktivitete hetimit të municioneve të pashpërthyera, punime të përkohshme të menaxhimit të trafikut dhe punime mobilizimi dhe aktivitete ndërtimi, kryesisht për punime toksore, drenazh dhe konstruksione. Aktivitetet vijojnë për seksionet Tetov-Gostivar 18 km, Gostivar-Bujkoçan 30 km dhe Prilep-Manastir 40 km. Sipas raportit, në vijim është duke u punuar në 5 ura, 4 mbikalime dhe 2 nënkalime. Deri në fund të korrikut të këtij viti janë gërmuar 3 presje 2 milion metra kub tokë dhe janë vendosur 706.500 metra kub material për mbushje. Gjatë këtyre aktiviteteve, kontraktori punësoi 2.172 persona dhe 1.181 makineri ndërtimi që nga korriku, që në fillim të vitit për Bechtel dhe Enka kishte 2 pagesa në prill prej 599 milion e 794.350 denar dhe 524 milion e 972.228 denar, si dhe një në maj prej 681 milion e 26.665 dhe në qershor prej 830 milion e 336.364 denar. Njëherët deri në fund të vitit të kaluar janë paguar 261 milion euro. Aktivitetet në terren në përputhje me marrëveshjen me Bechtel dhe Enka në vlerë prej 1.3 miliard euro zbatohen që nga 22 prilli i vitit 2023.